Mes ditës së mërkurës. Tregu i gjelbër në Kumanov pothuajse bosh. Ata pak që takuam thanë se po blejnë vetëm gjërat elementare, duke u ankuar se çmimet janë bërë të papërballueshme si të fruta perimeve, ashtu edhe të artikujve të tjerë. Pa priskupe su, prigoleme su. U odnos na plate, na penzije, znači skupi, sve je skapalo. Znači sve, bez razlika. Da li zelenčuk, da li voće, da li lep, da li slep, znači nema ništa pojeftino. Premnogo političari zaposleni imamo i mora tije što su zaposleni nivni glasači, oni treba da zemlju plata, gebara plata, glasaja sam ti ke zemlju plata. I zato ljudi patat ovije što nesego politika, što ocelo ljudi što mnogo teško ima prilaz do pazar, ljudi koji ima mladi po kafane gi uvedeva, samo politika da živi, ostana to je sve umrem. Kur nuk beti për përshmime, shka e ka që ato e ka. Është shka me thonë, na bona, as bona, si jam vlenë. Në përgjithësi, si duken çmimet, komfort standardit jetësor? Pa, kur standardit jetësor, pa pak si shtrejta, më është pune tregtije, se dhe këta duhet me jetu. Mislim da se skapi. Visoki su cenite i na zelenčuk i na ovošje, u odnos na plati, primanje šedlima građani. Pa smatram дека една od причини е и недоволно производство, несигурен пазар на земјоделците, скапи repromateriali što i koristat i to je kako rezultat në të. Tregtarët thonë se çmimet janë rritur nga tregtarët me shumicë. Mëngjesin e sotëm në tregun me shumicë të njohur si Kfantashki 1 kilogram kastravec është shitur 150 denar. Disa thonë se fruta perimet në këtë periudhë importohen nga jashtë, kryesisht nga Turqia dhe Greqia, dhe si pasojë e transportit dhe zhdoganimit të mallit janë ngritur edhe çmimet me pakicë. Çmimet si u duken? Çmimet shrejta janë. Përgjithësi. 3-4 dinar 1 kilo lak. E specët ja shifajtë 200 dinar. Këtë përgjithësi janë me rrogën e këtuj s'mund të jetohet. Kohëve të fundit, cilat produkte janë shtrejtuar më shumë? Speca, bananët, ja mollat, 5-6 dinar 1 kilo molla. 7 dinar kije. Bananët që 65 dinar. Përgjithësi janë shtrejtë. A ndikon tash edhe festat e fundvitit? Po ndikojnë pak ata, ndikojnë. Bilën tash hala, shti që të ditë e funit nga të festave, me i pëshumimet hala. Për ndryshe si pacientit shtetëror të statistikave, në nëntor shpenzimet e jetesës kanë qenë 4% më të larta krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë është rritur me 3%. Vetëm brenda një muaji nga tetori në nëntor, inflacioni është rritur me 0.5%. Grupi ushqimeve dhe pijeve jo alkoolike shënon rritjet më të theksuara. Në nëntorin e këtij viti çmimet janë rritur me 5.4% në krahasim me një vit më parë. Frutat janë shtrejtuar me 18%, ndërsa mishi, vajra dhe yndyrnat ushqimore kanë çmimin mbi 7% më të lartë. Rritjet më drastike vërejën tek produktet që varen nga bursat botërore, si kafeja, çaji dhe kakao, me rritje për 27% më të shtrejta.